Një dalje për media, zëdhënësja për shtype lëvizjes Shqipëria bëhet, Edona Haklaj, theksoi se gjetjet e raportit kanë konfirmuar shqetësimet e lëvizjes për zgjedhjet, si mungesa e kushteve të barabarta, keqpërdorimin e pushtetit dhe deformimin e garës demokratike në vend. Keqpërdorimin e pushtetit dhe deformimin e garës demokratike në vend. Raporti thekson qartë se procesi zgjedhor i vitit 2025 përbën një përkeqësim të dukshëm krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, veçanërisht për sa i përket ndikimit të pushtetit mbi administratën publike, presionet ndaj votuesve dhe mungesës së besimit në integritetin e procesit. Sipas vlerësimit të OSBE-s, sekreti i votës u komprometua shpesh, si pasojë e strukturimit të qendrave të votimit, mbi popullimit të tyre dhe ndërhyrjeve të papërshtatshme që krijuan kushte për vëzhgim dhe presion ndaj votuesve. Kjo cënon parimin themelor të një procesi demokratik, të drejtën për të votuar lirshëm dhe në fshehtësi. Siç nënvizohet në raport, zgjedhjet u zhvilluan në një mjedis thellësisht të pabarabartë, ku Partia Socialiste përfitoi avantazh të padrejtë përmes përdorimit të burimeve shtetërore dhe ndikimit institucional, duke zhdukur kufirin midis shtetit dhe partisë. Punonjës të administratës publike u detyruan të merrnin pjesë në aktivitetet e Partisë Socialiste, ndërkohë që institucionet përgjegjëse, si Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, nuk morën masa ndëshkuese. Raporti gjithashtu nënvizon ato që lëvizja Shqipëria bëhet ka denoncuar vazhdimisht përgjatë këtyre 2 viteve. Blerja e votës, intimidimi i zgjedhësve dhe ndikimi i elementëve kriminal vijojnë të jenë problem serioz në disa zona, ndërsa mungesa e seriozitetit dhe transparencës në procesin e numërimit ka cënuar besimin në rezultatin përfundimtar. Një tjetër çështje e rëndësishme, e ngritur nga ne dhe e pohuar edhe nga vetë raporti, është pabarazia e sistemit zgjedhor, i cili deformon përfaqësimin e vullnetit të qytetarëve. Shembull domethënës është vetë rasti i lëvizjes Shqipëria bëhet, që mori 4% të votave kombëtare, por vetëm një mandat në kuvend, çka tregon se sistemi aktual favorizon partitë e mëdha dhe dekurajon pluralizmin real politik. Raporti OSBE Odirit përforcon plotësisht kërkesat që lëvizja Shqipëria bëhet ka bërë përgjatë këtyre 2 viteve angazhimi për reformimin e sistemit politik dhe zgjedhor në vend, me theks të veçantë në reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, depolitizim të administratës publike dhe të institucioneve zgjedhore, sanksione efektive për keqpërdorimin e burimeve shtetërore, hetim të plotë dhe të paanshëm për shkeljet zgjedhore të evidentuara në raport. Lëvizja Shqipëria bëhet do të vazhdojë të ngrejë zërin në mbrojtje të integritetit të votës dhe të demokracisë, duke kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe rikthimin e besimit të qytetarëve në procesin elektoral.